Çka do të thotë? Partia e Lirisë do të marrë 2 deputet nga pjesa e mbyllur e listës për qarkun e Tiranës, nëse do të vijojë tjetër sërish një formulë marrëveshje, dhe mandatin e tretë mund ta marrë me zotin Ilir Meta nëpërmjet votës preferenciale që do të votojnë, mund të themi, mbështetësit e zotit Meta, Partisë së Lirisë, emrin e tij në fletën e votimit. Pasi pjesa e hapur implementon votën preferenciale, pra votuesi zgjedh krahas partisë mund të zgjedhë edhe kë preferon nga deputetët. Dhe duke marrë në konsiderat që paktën zgjedhjet e fundit parlamentare ishte Lëvizja për Socialistë për Integrim, kishte rreth 27.000 vota në qarkun e Tiranës, sigurisht që zoti Meta mund të ketë ambicie për të nxjerrë një mandat të tretë të këtij subjekti në qarkun e Tiranës. Pra 2 të mbyllur dhe 1 të hapur që është vetë. Po strategji tjetër pritet ta ndjekte zoti Idrizi, që vetë të garojnë në pjesën e hapur dhe zonën Dota ta fusin në pjesën e mbyllur në qarkun e Tiranës. Diçka të tillë mund ta bëjë zoti Duka në qarkun e Durrësit. Dhe duke parë që aleatët këtë rast kanë më thjesht pasi votën e tyre përqendrojnë ke një emër konkret, ndërsa demokratët e përçajnë, më themi në kuptimin e mirë të fjalës, midis shumë kandidatëve që janë në pjesën e hapur, rrezikon që më themi aleatët të dalin edhe më të fituar se çfarë arritën me marrëveshjen e koalicionit. Sigurisht mund të shkaktojë, më themi, një farë pakënaqësie te elektorati demokrat, i cili i dhuron 8 mandate me votat e tyre aleatëve të Partisë Demokratike. Kam një pyetje që ndoshta shumë teleshikues nuk e kuptojnë. Përse shkohet në limit nga ana e partive politike për regjistrimin e kandidatëve në zgjedhje, pra deri në orën 24 të mbrëmjes? Është, më themi, një taktikë tipike politike dhe elektorale. Shkohet në këtë afat në mënyrë që partitë që janë pjesë e koalicionit apo kandidat të caktuar, të cilët e shohin që nuk janë në listën e kandidatëve për deputet, shkojnë ke një subjekt tjetër garues, pasi e dim që janë regjistruar disa subjekte, nuk janë 2, janë rreth 20 të tillë, të cilët presin, më themi, për të dorëzuar listën. Dhe sigurisht nëse një kandidat i fortë, një subjekti nuk e gjen veten në listë, mund të shkojë ke një tjetër i cili është gjithmonë krah hapur për t'i ofruar një vend në listën e kandidatëve për deputet. Diçka e tillë ka ndodhur mëngjesin e sotëm, le të theksohet. Partia Aleanca Maqedonase për Integrim ka dërguar një kërkesë në Komisionin Qendror Zgjedhjeve ku kërkon çregjistrimin nga koalicioni i Partisë Demokratike. Dhe arsyeja kuptohet fare mirë, ky subjekt politik nuk do kishte asnjë vend në listën e kandidatëve për deputet të Partisë Demokratike. Sigurt jo, po as në listën e hapur. Dhe si tillë ka kërkuar të çregjistrohet nga koalicioni në mënyrë që të mund themi të garojë me listën e tij ose të gjejë një alternativë tjetër, duke futur mund themi mbase kryetarin e partisë si kandidat për një subjekt tjetër politik i cili është regjistruar në zgjedhje. Pra, vlen theksohet është një taktik politike për të mos lejuar që kandidat të caktuar që ngelet të pakënaqur për shkak se kanë emrin e listë të shkojnë në një subjekt tjetër. Ndaj të shkojnë gjithmonë në 12 natës ku s'ka do na fati dhe s'ka mundësi që të mund themi të garojnë në emrin e një sigle tjetër apo në emrin e një koalicioni tjetër. Pyetja e fundit, çfarë ndodh nga nesër me procesin zgjedhor? Pas dorëzimit të listës së kandidatëve për deputet, e zaurohet, më themi, dhe një etapë shumë e rëndësishme, ku KQZ-ja kristalizon idenë se sa parti do jenë zgjidhje, sa subjekte garuese, pra koalicione apo parti. Dhe duke marrë në konsiderat numrin e subjekteve garuese, fillon përgatitet edhe madhësinë e fletës së votimit për zgjedhjet parlamentare. Është e rëndësishme pasi për qarkun e Tiranës, sa më i madh jetë numri i partive e pjesëmarrëse, aq më e madhe shkon fleta e votimit, e cila mund të shkojë deri në 1 metër e gjatë, nëse do jetë, më themi, numër i konsiderueshëm subjekte zgjedhore të cilët marrin pjesë, pasi është emri i partisë, emrat e listës mbyllur dhe emrat e listës hapur për çdo subjekt. Imagjino sikur të jenë 20 subjekte garuese, do duhet një fletë votimi goxha e madhe. Po të paktën Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mes natën e sotme do ta kuptojë se sa subjekte do të jetë ngarë dhe do të fillojë, mund të themi, përgatitjen e specifikimeve teknike të madhësisë fletës së votimit, pse jo kontraktimin e kompanisë që do të printojë, pasi është e rëndësishme të nënvizohet që printimi i fletës së votimit nuk bëhet vetëm për brenda vendit, po edhe për jashtë vendit për shkak se do votojnë shqiptarët nga jashtë apo votimi diasporës, siç u njoh në opinion. Vingoçi, të falenderoj që ishe pjesa e dy sot.